Federatës së Futbollit të Kosovës, njeriu që për shumë vite është duke e udhëhequr institucionin numër 1 në vend të futbollit kosovar, me neve sonte Agim Ademi. Kryetar, kënaqësi t'ju kemi sonte. Kryetar, mirë se keni ardhur. Kryetar, para se të nisim këtë bashkëbisedim me zhvillimet e të armën e futbollit të Kosovës, duhet të ndalem në një moment faktikisht i tresht që ndodhi këto ditë për komunitetin tonë të futbollit. Kjo javë nisi me 2 lajme të hidhura, faktikisht vendi ynë humbi 2 figura, 2 ikona të futbollit, si që janë Erdogan Celina dhe Zenon Brovina, pra 2 emra që e dan futbollit tonë dhe që do të mbahen mend për kontributin e tyre. Është vërtet që njerëzit që kanë kontribuar në futboll dhe moshat e mëdha tashmë që janë të pensionuar, pritet që të na lanë, por sigurisht njerëz të cilët kanë bërë vepra kaq të mëdha, siç është Zenon Brovina, i cili karakterizohet me përfaqësimin e futbollit kosovar në vende të tjera, e në atë kohë është një prej futbollistëve të parë nga Kosova, i cili ka shkuar në një klub Partizani, Partizani Beograd, që ka qenë klubi në ndër më të mirë në asaj kohe të atij shteti. Dhe sigurisht që përveç që ka filluar në vllaznim në Gjakov, ka qenë lojtari më i mirë i vllaznemit, edhe atje ka lënë gjurmë dhe sigurisht është një humbje e madhe për familjen dhe për ne, unë shpreh ngushëllime gjithë komunitetit dhe familjes. Po gjithsesi Celina ka qenë një lojtar i cili unë e kam vlerësuar dhe e kam cilësuar si kapiteni të gjithëve, jo që e ka pas trakën e kapitenit në të gjitha klubet ku ka luajt, por vërtet në fushë ka qenë kapiteni vërtet. Po edhe jashtë fushë ka qenë njeri jashtëzakonshëm. Po flas për këtë më shumë për faktin që kom pas mundësinë më shumë me nejt me to, ndërsa të ndirin Brovina e kemi pa në për disa dokumentare, mund të them që unë pak e kom taku kur ka luajt në atë kohë, të live, domethënë të gjallë, por gjithsesi në për dokumentare të ndryshme. Ndërsa me Celinën e kemi pas edhe antar, ka qenë edhe trajneri i ekipeve kombëtare, pikërisht i Unis të Nishis, dhe përveç si futbollist që ka qenë i jashtëzakonshëm, i pa kompromis si e quajnë në gjuhën e futbollit, ka qenë edhe një njeri i jashtëzakonshëm, një shok i jashtëzakonshëm, po edhe në zenën e trajnerit besoni që ka qenë një prej njerëzve më strateg që ka pas Federata e Futbollit. Këto ka vërtetuar edhe nëpër klubet ku ka qenë si trajner. Gjithsesi është humbje e madhe, por ata do të jetojnë me ne, me veprat e tyre dhe i shprehim ngushëllime familjes Celina dhe të gjithë komunitetit dhe Prizrenit, qytetit të tij të parë. Kryetar, kur jemi duke folur për njerëzit që kanë dhënë shumë për futbollin, para se të nisim të hyjmë në detaje, dua t'ju pyes një pyetje të përgjithshme kështu. Ndër vite shumë njerëz që kanë kontribuar në futbollin e Kosovës, po ku është aktualisht futbolli i Kosovës? Sa kemi arritur deri sot? Futbolli i Kosovës vërtet ka pas sfida të mëdha, sepse ne kemi pas edhe si popull dhe si shtet sfida të mëdha. Kemi dal nga luftat, nga represionet, nga gjitha këto tash mos t'i përmendim dhe e kemi gjetë futbollin në fund kur kemi dal të lirë, e kemi gjetë futbollin me një infrastrukturë të shkatruar pothuajse, e cila ka qenë e investuar qysh në vitet 50-60 dhe asnjë gjë më vonë. Kemi filluar gjithçka mas luftës rrëruimin e tyne të papranuar në arenën ndërkombëtare si federat vitin 1992 e vetësuar nga shqiptarët, të udhëhequr nga Agim Bytyqi, që e quaj këtë periudhën e pavarësimit, pastaj kemi shkuar edhe disa vite tjera në periudhën e rezistencës me të ndirin Recep Abdullahu, një figurë edhe politike, po edhe një figurë kështu patriotike dhe sportive, sepse Rexha për shumë kënd që se din, ka qenë edhe trajner edhe lojtar pikërisht në klubin Beslidhe atëherë. Pastaj në periudhën e ekzistencës që vetëm sa kemi ekzistuar në atë pjesën, domethënë para luftës që ka qenë Sabri Hashani, kryetari i Federatës, dhe më pastaj erdhi koha e ndërkombëtarizimit ose pranimit në UEFA në FIFA në kohën e Fadil Vokrit. Aty ku filluam na me ngrit futbollin dhe aty ku filluam na, domethënë me pa futbolli atë pjesën e vet ose me dhon talentin e vet, me dhon kontributin e vet.
Unë do të isha kthy mrapa dhe në këtë periudhë do të kisha falenderuar të gjithë këta që kanë qenë që nga vetësimi, nga ajo periudha që thash ku e ka udhëheq Agim Bytyqi me një komitet të vetën të parë, deri në fund, deri në pranim të gjithë ata, sepse futbolli është majt, është bosi mision në atë kohë dhe është majt në atë kohë nga njerëz të cilët e kanë ndoshtë futbollin, nga biznesmen të cilët kanë kontribuar dhe më kujtohet si sot, se kom qenë pjesë të gjitha periudhave, realisht besoni që i kemi shku edhe në për dyqane, kur ju shkojshëm në atë kohë, të dera, s'ka pas njeri që të ka kthy dur thot, të paktën pa të dhoni 20 marka të atëshmit dhe për kontributin për futbolin. Pastaj ju e dini në për livadhe, i kemi improvizu fushat dhe e kemi pas një konop të lidhur dhe nuk ka pas njeri i cili ka të i kalu atë konop për me bo një veprim tjetër, sepse e kanë kuptu që është një pjesë të cilën një zinxhir që po dëshirojmë majt të shtetësisë të atërshme. Që me thonë është shtet dhe i ka të gjitha resurset të një shtetit dhe të gjitha drejtimet të një shtetit. Pastaj ju e dini, ju mediat në për gazeta ka shku tabela, kanë shku rezultatet, ka shku përshkrumja një ndeshje, thute që thjesht ka qenë në për stadionet më të mira të Evropës. Gjo që kjo ka ndihmu shumë, kjo ka qenë një halk e madhe, një halk e zinxhirit dhe më thonë e fort, që se kemi shkput, që na ka shërby shumë në pranimin në UEFA në FIFA, për vetë faktin që një farë forme strukture njerëzore kemi pas pothuajse gati të përgatitur. Pra, futbolli tash ka evalu, ka shku shumë mirë për këtë kohë. Domethënë për një 10 vjeçare sa jemi pranuna, besoni që po e them këto kështu pa modesti, edhe vetë ju e keni pa UEFA dhe FIFA, të cilët i din të gjitha federatat se si në zhvillu, besoni që enorm shpejt jemi zhvillu edhe mirë, dhe realisht ju e keni pa dhe vetë sa përkrahje na kanë dhonë, edhe sa mirënjohjet na i kanë dhonë për faktin që kemi punu. Por është bu një punë e madhe nga të gjithë. Futbollin nuk udhëheqet vetë, dikush është në kry dhe struktura duhet të jetë, hierarhia duhet të jetë, por gjithsesi punën kryesore të na e bojnë njerëz të futbollit që janë mbrana futbollit, mbrana federatës, mbrana sektoreve të ndryshme, edhe jashtë, ata të cilët janë për komisionin e për të gjitha, mund të them lirisht që unë jam ai vetëm që e bëjnë një bashkim të tyre ose një udhëheqje, kështu muj me thonë të përbashkët, nuk ka të na që ky i bën punë, po secili ka punën e vet dhe jem shumë i lumtur që i kemi shkollu secilin edhe i kemi avancuar pothuajse gati secilin njeri në sektoret e veta ku punon, në UEFA, në akademitë e UEFA-s, kemi shumë njerëz të cilët janë të pranuar në komisionet e UEFA-s dhe të FIFA-s, siç e dini referë delegate gjithandej domethënë për komisionet e ndryshme, për një periudhë shumë të shkurtë. Futbolli i Kosovës mund të them që ka ecë shumë mirë, po këtu duhet me falenderu fillimisht klubet, njerëz të cilët i mojnë klubet, sepse gjithçka që bëhet në futboll, në organizim administrativ, bëhet për me dalë në fushë. Dhe fushën e bojnë futbollist dhe ata që i mojnë futbollist, që janë klubet, kryetarët e klubeve, donatorët e klubeve dhe vetë futbollistët të cilët me një seriozitet të madh dhe e kanë pa tash, çfarë do të thonë, masi që kanë shkuar në Evropë me klubet e tyre, shumica e tyre dhe realisht puna po bëhet e jashtëzakonshme, edhe te ne ju gjithmonë ju lëm një derë hapur, jemi gjithmonë si pararoje tyne për t'ju hapë derën sa ma lartë me shku dhe jam shumë i lumtur në për sa vite, në çfarë angimi jemi edhe si kombëtare, por sidomos si ligë që është një ndër më të mirat në region. Mirë kryetar, për dalë dhe për të folë pak për kombëtaren, e përmende kombëtaren e Kosovës, ne ishim pranë një momenti historik, pra, për herë të parë, ëndra për pjesëmarrjen në Kupën e Botës ishte realisht e mundshme, por në ndeshjen vendimtare ndaj Turqisë praktikisht nuk arritëm të realizonim atë objektiv. Personalisht desha të pyesja se si e përjetove atë moment, a mbizotroj zhgënimi për një ëndër që ishte shumë pranë, apo për një farë krenarie që Kosova arriti në atë pikë ku tregoj që mund të konkurroj për një vend në një turne kaq të madh? Në fakt, kemi pas krenarin deri në ndeshjen e fundit dhe edhe shpresën.
Po krenari nuk e kemi hup, po zhgënimin e kemi pas për ndeshjen e fundit normalisht se kemi qenë shumë afër dhe mendoj që kemi qenë pothuajse të barabartë. Gjithmonë në futboll nuk fiton ndoshta më i miri, nuk po them që kemi qenë më të mirë, po kemi qenë pothuajse të barabartë. Kemi pas edhe na shansat tona dhe e humbëm ndeshjen pas një shans me një gol që